se erdhët në Sofra pranë jush. Sot jemi pikërisht në një ambient muzikor, në studion e këngëtares së mirënjohur të komunitetit ton, Erifili Çala. Le ta ndjekim këtë bisedë kaq të sinqertë që bëm bashkë me Erifilin. Erifili, mirë se të gjetëm në ambientin tënd kaq komod. Mirë se keni ardhur. Jam shumë e privilegjuar që ndodheni sot këtu tek unë dhe ndjej e vlerësuar. Ky ambient që është, me sa shikoj unë, vetëm muzikë. Çfarë përfaqëson për ty? Këtu është gjithë jeta ime. Kënga për mua është jetë. Kështu e kuptoj unë. Ambienti im ndoshta është kthyer në një studio të vërtetë ku flet vetëm muzika. Nuk është më sallon shtëpi që sepse këto janë kushtet tona, nuk ka mundësi që të kemi studentin me një filt diku. Kjo më mbush. Kur e ke kuptuar veten që je në këtë rrugtim? Cilat kanë qenë fillimet e tua të parë? Asnjë gjë nuk është rastësi. Zonja Lindita, gjithçka fillon nga geni. Unë kam pas një baba muzikant, interpret, dhe fal atij kam trashëguar këngën, muzikën, artin, se si e shikonte ai, ashtu vazhdoj dhe unë rrugën e tij. Ajo është e pyetja që e kisha ndërmend tani të thoja, që cili ka qenë personi që e ka zbuluar këtë gjë tek ti? Më pëlqen kjo pyetje gjithmonë, më pëlqen sepse personi që e ka zbuluar këtë gjë ishte vetja ime, sepse doja që unë të këndoja që e vogël, doja mini koncertet vogla me shoqet e mia dhe unë isha këngëtare dhe prezantuese. Gjithmonë kam kënduar, e dija që do të bëhesha një ditë këngëtare, ëndra ime, por ai pasion më vonë u rrit në për shkolla, në për konkurse, në për festivalet e kohës atëhere, isha gjithmonë e angazhuar deri në rinin time. Pastaj ardha jonë në Greqi, bëri që unë të shkëputesha krejt nga kënga, të futeshim punës, rutinës të përditshme, gjë që bëri të unë të shkëputesha dhe të mos merresha me muzikë. Këtë pastaj pasion të fshehur e zbuloi im shoq. Një ditë më dëgjoi sepse natyrisht kur bëjmë punë me këndojmë. Duke kënduar, më tha Erifili, dhe pikërisht ishin në këngët e Shqipërisë mesme, sepse më kanë pëlqyer shumë. Wow, më tha mua, sa bukur. Erifili, çfarë bën ti? S'këndon? Po, kjo ishte shkëndia dhe personi që... Dhe me njëherë, mbas asaj, ai më ka bler atë kitarën që ju shikoni aty, më ka bler dhurat për ditëlindje. Dhe fillova dhe unë kursin e kitarës që të baj ato akorde dhe të këndoja. Këto ishin fillimet këtu në Greqi. Pastaj, më vonë, do t'ju shpjegoj. Temperamenti jo dinamik, ajo vajza çap këngë. Më thuaj pak, të ka hapur dyer apo të ka krijuar shqetësime? Në asnjë mënyrë, gjithmonë më ka krijuar, më kanë hapur dyert, më ka dhënë një kënaqësi të paparë që unë realizova ëndrrën time të hershme, natyrisht me vështirësitë e saj, sepse që të merresh me art nuk është një lloj si të bësh muzikë që të shkosh në për koncerte, arti është gjë tjetër dhe koncertet e radhës janë gjë tjetër. Arti për mua ka shumë kuptim të gjerë. Dhe pikërisht unë drejt asaj luftoj, punoj shumë fort dhe kam një bashkëpunëtor të papar, kam tim shoq që më ndihmon, më mbështet në çdo hap. Mbështetja është familja në radhë të parë, talenti, temperamenti jot dhe pastaj fati në jetë. Nuk mund ta quaj dhe fat, sepse jam një çik kundër kësaj shprehje fat, sepse fatin duhet dhe ta ndjekësh. Nuk mundet që të vish çdo gjë vetë nga qielli, gjithmonë me punë, me përpjekje, me sakrifica. Kjo.
Erifili, ti në Athinë ke shumë vite dhe në komunitetin tonë këtu je shumë e njohur. Unë të kam ndjekur në shumë aktivitete kulturore. Ditët e fundit ishit edhe në aktivitetin e fundit që u zhvillua për Shërimin e Tiranës. Aty pash një vajzë që shpërthente, këndonte me gjithë shpirt. Siç e kam thënë gjithmonë, të tilla aktivitete me të tilla rëndësie, unë i mirëpres, i vlerësoj, përgatitem seriozisht për skena të tilla, sepse më ka pëlqyer skena, jam këngëtare skene dhe ajo mua më mbush dhe më jep atë kënaqësinë që unë të jap të më të mirën time, duke shpërthyer në këngë. Sa të ka formuar kjo si njeri në skenë, dalja jote në skenë, përballja me publikun dhe publikun shqiptar dhe publikun grek? Ka ndryshuar diçka tek ti si person? Asnjëherë njeriu nuk mundet që të jetë si në fillimet e veta dhe sa vjen dhe përmirësohet. Përmirësohet, mëson nga vetja njeriu. Skena për mua ka qenë që në fillim shumë e pranishme, sepse isha mësuar në skenën që në vogëli dhe nuk më bënte përshtypje. Jam duartrokitur, ajo ishte kënaqësia ime më e madhe. Duartrokitjet e publikut është kënaqësia më e madhe, natyrisht që ka emocionet e veta që të dridhen këmbët, sepse ti ke përgjegjësi për një këngë që këndon përpara publikut. Dhe sidomos në festat të tilla, festat kombëtare, është një impinim total i gjithë familjes time që unë të shkëlqej dhe të paraqitem sa më mirë, të nderoj veten, të nderoj dhe atë person që mua më ka ftuar. A ke një ngjarje të veçantë që të ka ndodhur në skenë dhe të ka mbetur e paharruar? Po, sepse fillimet tona, të paktën këtu, mbas zbulimit të talentit tim, u zhvilluan festivale. Pikërisht me Nikon Nushin, që ishte maestro, unë mora pjesë në festivalin e parë që bëri komuniteti këtu në 2013. U bë një festival fantastik. Aty u përballa me skenën, ishte një gjë magjike, magji. Ajo ishte një gjë shumë emocionuese që më ka mbetur në mendje dhe nuk mund ta krahasoj me asnjë gjë tjetër. Cili është repertorio që më shumë të pëlqen ose që ti këndon më shumë në skenë? Për fatin e mirë dhe fatin e keq, dhe fatin e mirë prapë, se duhet të ngelen tek e mira, unë i përfshi të gjitha zhanret. I këndoj. Që nga muzika popullore, mund të jenë që nga folklorike, meso, deri në popullore, deri në rock, deri në balada, dhe mund të them, jam mezzo-soprano dhe operat, janë në projektet e mia të gjitha këto. Ti vjen nga qyteti? Unë vjen nga qyteti i Fierit. Se edhe unë atë të kam parë me veshjet popullore të Fierit në shumë aktivitete dhe duke kënduar këngë polifonike nga qyteti i Fierit. Cili është projekti yt i ri? Çfarë mendon? Të bësh në të Në projektet e mia kam shumë vite që punoj, grumbulloj dhe pres që të dalin albumet e mia që janë jo një, jo dy, po disa. Me muzikë të lehtë dhe popullore. Kam punuar intensivisht për të përmbushur të gjitha ato kërkesat që ka kënga dhe muzika. Mendoj se kam bërë diçka, jo plotësisht, se asnjëherë nuk varon e bukura, e mira, ajo që ti dëshiron të arrish. Kjo më ka bërë që unë të shkëputem shumë dhe nga shoqëria, dhe nga shumë aktivitete që bëhen, sepse unë këtu në këtë studio bashkë me timshor në zora 1 natës,
po për natë që neve punojmë shumë, kemi shpenzuar shumë për këngën, për artin, për kulturën dhe për mua, me që janë fjerake dhe muzikare, natyrisht që kënga muzikare për mua është e para. Deri te këngët e Malsisë kam shkuar, kam kënduar gjithmonë dhe me grupet e Malsisë. Këto kanë qenë... Vjen pyetja, cila është ajo këngë që të pëlqen ose të përshtatet ty si Erifili? Janë këngët shpërthyese, janë disa. Janë këngët shpërthyese që unë akoma nuk i kam nxjerr gjithë arsenalin e plot të zërit e të diapazonit se kur unë mund të arrej. Nuk i kam nxjerr akoma. Çdo artiste ka një histori dhe historia e Erifilit shkruhet me shumë dritë, punë dhe shpirt. Këto foto janë kujtimet e saj të rrugtimit në Athinë, qyteti që i hapi dyert dhe i testoi forcën. Në këto kujtime ka gëzim, ka sfida, ka fitore, por mbi të gjitha ka pasion. Pasioni i një gruaje që nuk u dorëzua kurrë. Fotot tregojnë jo vetëm një karrierë, por një shpirt që ka vendosur të shkëlqejë. Për kënaqësinë tonë dhe jo në skenë, Erifili do na këndojë një këngë a cappella nga Shqipëria e Mesme, me që thotë që e këndon bukur dhe këngët e Shqipërisë Mesme. Kënaqësi që dua dhe unë të këndoj një këngë nga Shqipëria e Mesme, nuk e di se sa do ta realizoj. Atëherë. Çu dëshirosh me et pa ty ftyrën e tati mori moll u bani shumë i ti si mi pa letra pres e një s'ka më marr u bani shumë i ti si mi pa letra pres e një s'ka më marr paski pas fatin e min aman që s'ka lojnë për me u pa që s'na lojnë për me u pa ku t'kalada moj kumri aman se s'më flet o një herë me goj. Erifili, kur ka filluar aktiviteti yt i parë këtu në Athinë? Tu në Athinë, unë jam hasur për herë të parë me maestron Niko Nushi, ku bëri festivalin e parë në 2013 dhe ishte një rast i shkëlqyer për mua që unë të ngjitesha përsëri skenës. Një kënaqësi shumë e madhe dhe më pas u pasuan me 3 festivale të tjera, festivali këngës pranverës na maestro Thoma Papa, ku mora pjesë me këngën Valsi Lumturisë, mora çmimin e dytë. Shumë bukur dhe ky aktivitet madhështor. Pasuan, ka marrë pjesë në festivalin antiracist, festivali përsëri kënga jonë migracion, disa festivale që ishin radhë. Kam bashkëpunuar gjithashtu dhe me Zërin e Vendlindjes, që ishte një grup me çifteli të djemve të Malsisë, sepse këndoj dhe këngët e Malsisë. Këto më kanë mbushur shumë, pavarësisht se unë jam muzikare, por kam një damar dhe nga Malsia. Shikoj që në për aktivitete, përveç se veshjet e tua si femër, shikoj dhe veshjet tradicionale. Kush kujdeset për këtë stil të Po, në çdo festival të paktën kur bëheshin ato vite, unë u kujdesesha që të kisha një prurje të re, një kostum popullor të ri dhe i përkushtohesha dhe e qëndisja vetë, i kam bërë të gjitha me duart e mia. Në çdo festival janë paraqitur me një kostum tjetër të ri popullor. Ne shikojmë se kemi dhe përballë të gjitha kostumet që ti ke qepur dhe je kujdesur për këto. Ke menduar të bësh një turne në Shqipëri?
Në Shqipëri ka Aktitor marrë pjesë në festat tradicionale të Myzeqes, festa e Grurit, atje ka marrë pjesë 2-3 herë. Ka marrë pjesë dhe në festivalin e Gjergj Lekës, kënga festa shqiptare, festa e muzikës shqiptare. Ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe pastaj gjithë aktiviteti është këtu. E gjithë aktivitetet që bën ambasada, që bëjnë shoqata, kam qenë e ftuar disa herë në disa shoqata. Erifili jo vetëm një zë që ngjitet në skenë, por edhe një zemër që zbret pranë njerëzve. Në kohën e pandemisë, Erifili këndonte çdo natë live për të kënaqur dhe për të zbutur sadopak atë mjedis të mbyllur që njerëzit jetonin atë kohë. Artistja që ndan dritë ndihmon ata në nevojë dhe mbështet me pasion shkollat dhe kurset e gjuhës shqipe, pranë mësuese lefterisë edhe shumë të tjerë. Kjo është zemra e saj e madhe. Kjo është zemra e një artisti, që çdo herë është kudo, pranë njerëzve në nevojë. Do doja Erifili me 2 fjalë të më përshkruaje pak vetën. Erifili është shifë e shkruar. Asnjë gjë më shumë dhe asnjë gjë më pak. Mua më karakterizon pozitiviteti, dashuria për njerëzit, dua vetëm të jap, pa kërkuar asnjëherë të marr. Kjo është Erifili. Çfarë premtimi do t'i japësh Erifilit? Që mos të ndaloj kur të këndoj, mos të ndaloj kur të ndihmoj njerëzit, mos të ndaloj kur të krijoj. Erifili, të falenderojmë shumë për këtë bisedë, kaq të ngrohtë, të sinqertë. Dhe mirë të dëgjofshim në çdo aktivitet dhe në çdo projekt të ri që ti ke në ndërmend. Edhe unë ju falenderoj nga zemra për bisedën, për vlerësimin, për gjithçka sa folëm sot. Ideja jonë ishte të falenderonim që je kaq aktive në këtë komunitet, të vlerësojmë për ato që jep dhe të t'japim edhe ne pakës nga dashuria jonë për ty. E vlerësoj shumë. Këtë që thua, e vlerësoj. Për mua vlerësimi është gjëja më e shenjtë. Sepse mbas një vlerësimi ndodhet ka një punë shumë të madhe mbrapa gjithë këtyre që dalin përpara në skenë. Është një punë shumë e madhe dhe artisti duhet vlerësuar. Gjithmonë duhet vlerësuar. Je mirëpritur gjithmonë. Të falenderoj. Faleminderit edhe.